Sot, përsëri, jam këtu për farsën e shëmtuar elektorale të narkoshtetit të 11 maj 2025. E vërteta është se farsa, siç po provojmë çdo ditë me fakte, është tërësisht një proces kriminal në alfa tek omega e saj. Por Edi Ramën dhe narko-ministrat, narko-zyrtarët e tij nuk kanë mjaftuar përdorimi i 76 milion euro për 100 euro për çdo pensionist për të ble vota. Nuk kanë mjaftuar 200 milion euro gjoba dhe kamatat falura 2 ditë para zgjedhjeve. Nuk kanë mjaftuar 500 milion euro prokurime tek oligarkët e veta për të ble vota, e tij për të ble vota. Nuk kanë mjaftuar 10 mijëra punësime për vota. Nuk kanë mjaftuar 29.000 hektar kanabis në të cilat mbillen së paku 100 milion rrënjë kanabis. Nuk kanë mjaftuar 10 mijëra leje, legalizimesh, ndërtimi, certifikata pronësie, duke përdorur fuqinë ekzekutive në fushat elektorale. Nuk ka mjaftuar organizimi i mbi 4.500 ngjarjeve, aktiviteteve në periudhën 4 mujore elektorale për të ndikuar të zgjedhësit. Por ai ka urdhëruar edhe metoda tjera kriminale, sepse Edi Rama është i gatshëm të marrë çdo vendim, të urdhërojë çdo akt dhe çdo veprim për të ruajtur karrigën e tij të krimit. Këtu është dëshmia tronditëse se si banditi, narkobanditi, punoj si shtetit, shkon dhe mbledh kartat e identitetit të qytetarëve në pretekstin se do u jap pension, do u disbursoj pensionin, dhe kartat ja u mban duke ditur bindjet e tyre politike që ata të mos votojnë. Pra ky bandit punoi si shtetit, narkobandit. Ky me urdhër të Edi Ramës shkelmon të drejtën kushtetuese themelore të qytetarëve. Unë duhet të përshëndes këtë çift të moshuar, por njerëz kurajos, që e denoncuan haptas. Haptas. Këtë akt të përsëritur në mira raste. Ju është bërë tashmë e njohur se një nga detyrat më kryesore të punojësve të administratës është mbledhja e kartave të identitetit gjerë në 20 të tilla në mënyrë që narkoqeveria
të blej të drejtën e votës. Ose ti përdor ato pastaj me emra të tjerë, kjo është histori tjetër. Le t'i ndjekim rrëfimin e tyre një akt akuzë e rëndë, e cila rrëzon të gjithë propagandën e pseudo-intelektualve, lum intelektualve, apo intelektualve të lumit, që çdo ditë përpiqen, duke trilluar dhe mashtruar. Herë si analist, e herë si banalist, të mbrojnë veprën kriminale të Edi Ramës, të mbrojnë farsën që imponoi popullit shqiptar ky narkodiktator. Këta e një grusht i vogël njerëzish, të cilët janë të lidhura me fiemët errta me krimin. Krimin e të gjitha llojeve. Nga krimi dikurshëm politik, gjerë tek narkokrimi sotëm. Por të vërtetat që paraqiten këtu dëshmojnë nxjerrin pa fytyrën e vërtet të padronit tyre që ata mbrojnë Edi Ramës.